Kosova edhe Vojvodina, edhe Timorin Dori ka ka shpoll pavarësinë për Indonezisë, Sudani, Jugore ka shpoll për Sudanit. Ne na përball me këto, për shkak se Kosova këtë kontesti ndërkombëtar i Kosovës ka qenë ky, që Serbia ka pretendu edhe na mundemi me u fut po në interpretime jam një drejtën e 6 republika me shpoll pavarësinë. Po, për shkak se thotë ka qenë në shpërndarje si për Jugosllavia, Serbia nuk është tash anëtare e Jugosllavisë. Frymën e kësaj edhe na patëm shpoll pavarësinë, atë kujtohet. Po. Po sumor për kush? Po s'na kanë njohur kërkush përveç Shqipërisë. Po s'na kanë njohur se ke kontrolluar efektivisht territorin. Jo. Edhe Kroacia se ka kontrolluar territorin. Kur ka shpoll pavarësia as Bosna. Po ka kontrolluar kryeqytetin. Si po fol Muhalifes. E ka kontrolluar kryeqytetin. S'ka kontrolluar asnjë pikë. Jo, se ka kontrolluar gjysmën e territorit. Këtë krajinën 2-3 vjet kanë luftuar në masakru në Slavoninë, deri në 85-ën, kështu që Lenec po shiko, nuk është çështja tash tek këto interpretime historike. Na është mirë pak më fokusu çfarë gjendje jemi sot. As Kosova se ka kontrolluar territorin kur ka shpoll pavarësinë. Qysh na kanë ik shumë mundësi të mëdha edhe fatkeqësisht i kemi lëshu për dorë. Shumë gjokera që kemi pasur për dorë. Edhe nuk kemi të qartë fare se si me dalë për po. Edhe si ka dim ka po shkojnë. Do të thonë sot e ki një kryeministër që ka uzurpu vendin edhe veç tallët me këtë vend, lun me buxhet shtetit, me miliardat shtetit, shpërndon parë që çdon, i zhagit zgjedhjet, i zhagit certifikimin e rezultateve. Sot për shembull e pam UD-ja e presidentit Albulina Haxhiu sa të premten ai certifikojnë. Për çka të premten? Çka ke pas nevojë me prit 4 javë pse ti ke shpoll? Pse ti ke certifiku javën e kaluar, premten e kaluar. Domthon na me këto probleme do të më marrë, jo me badentera me këto, se ato janë pjesë e historisë, le të studiojnë historiantë, le të merren historiantë me këto. Na në studiot televizive s'mundna me diskutu ato. Na do të më diskutu unë me nej çfarë gjendje jemi sot. Na jena në gjendje tepër të keqe edhe e tham gjithë që si kena shfrytzuar këto situata. Po pse përmendëm atë që një sen që ka ndodhur para në 2010 e përmendi Leo, bisedën ja nisi edhe na unë çfarë do të vendimi që mor për 6 vjet. Natyrisht na intereson. Se nuk mundesh ti me ditë me fol për sotmen ose për të ardhmen, sa pse na po flasim? Po flasim për me nxjerrë udhëzim për të ardhmen. Ti nëse ke mësuar gjeometri, 2 pika përcaktojnë një drejtë. Domethënë, nëse din të kaluarën mirë, edhe tashmen, ti je në gjendje me projektu të ardhmen. Nëse se din të kaluarën, ka ti merresh me tashmen se të ardhmen s'ki me ditë. Po flasim për gjë të kaluarën 16 vjeçare. Po mirë dhe për të kaluar gjë me kapitalizu ne të arritur të mëdha. Po nuk mund me thonë që ka qenë gabim. Edhe si jemi që ka qenë gabim se ka nisë dialogu. Edhe si jemi edhe sikur shiko, krejt bota me na njoft që tash, përveç Serbisë, duke qenë se kemi vend fshin, prapë për neve është me interes me rregulluar problem. Është me interes. Se nuk është njësoj si me pas problem me fqiun, sikur me pas problem me Rondën, ama ne kim që e s'na nje. Kjo është problemi më i madh. Jo, nuk ka probleme më madh. Qysh ashtu që e detyron me këtë bota neve Serbia kur mos na ndje. Veç pas vendet e bashkimit të ato edhe BE-s edhe të Këshillit. Po ja që ata s'po të njohin se po ta kushtojnë të dy superfuqitë, edhe Kina dhe Rusia, po ta kushtojnë me njohin e Serbisë. Argumente që i kanë ne. 5 vendet e Bashkimit Evropian, 4 vendet të NATO po ta kushtojnë që me të njoftë Serbia, për me të njoftë ata. Kështu që tash merru, tash po thonë, po ka iniciativa në Kongresin Amerikan, hajde me pranu Kosovën në NATO. Për me pranu Kosovën në NATO, ose duhet me detyru Serbinë me na njoftë, edhe rrjedhimisht ato 4 vendet të anëtarët NATO-s me na njoftë. Çaki ky det për Serbitin, çaki ky det për Serbitin nëse NATO e vendos. Mos përdor në fjalë.
Po që ki dërti përmeni NATO, po ku e vetë NATO Sërbin? Pa ne mos falë këshisane... Po ku e vetë NATO? Po, NATO me vetë Sërbin... Po përvesin 4 vene antarët të NATO-s. E ka bombardu, e tash për vetë Sërbin, a pa pare që territor ku i ka trupat e vetë, ku i ka 4 antarët të NATO-s. Qësh mund shmë pranu pa të pranu Sëbonja? Zhegi pas ka ndiku shumë. Qësh mundet më pranu Kosova NATO pa të pranu Sëbonja, Rumunija, Greqia, Slovakia? S'mundet. S'ka. Ti qësh do me thonë, qëka është parimi NATO-s? Që nëse një antarë sulmohet, do të mbrojt një gjithë antarë tjerë. Qëtë argument, një mënu me kundërshtu të thonë, hajde që nga kjo problem, po pëse s'munëm na, si me thonë, mi zjedhe institucionet tona, pëse s'munëm na më marë me arsimi, pëse s'munëm na më marë. Pra qëka është kjo kurth në cilën ka një Kosova, që në fundit ndikën... Kurth e përmenda, do më i ka 2 rafshe kjo kurth. Kërkush nuk po thet, as i liri asë nuk po themi se na nuk është dasht nas të mënyrë me folë me Sërbin, me diskutu me Sërbin. Sepse po. Problemi është se na nuk kemi ditë me bëvat punë. Na kemi leju që krejt politika jone jashtme edhe brendshme me u reduktu në debat për dialogun. Që kjo është aspektin që ka ndodhë relativizimi i subjektivizimin ndërkombëtar të Kosovës. Pra gjithë shka është reduktu në çështën e dialogut, edhe në politikën e jashtme, edhe politikën e brendshme, krejt konflikti politik është rrotullu rreth dialogut, dhe na kemi rezultu me një politik e cila nuk prodhon kur gjë. As prodhon arsim, që është përmendi Brani, as shëndetësi, as ekonomi, një politik ku të gjithë përpiqen me portretizu tjetrin si shërbëtor të Serbisë, si aleat të Serbisë. Edhe kemi orë në këtë gjendje. Në këtë gjendje. S'po na prodhon as institucione, dhe këto më nësha me të reqat vegzëm. Vetë vendosja është rrit, edhe ka orë në pushtet pikërisht me qëtë dimenzion. As ka orë në pushtet se ka post në i vizion për zhvillim ekonomik, as të shëndetësis, as të arsimit, edhe duke mos pasu programe reale për shëndetësi, ekonomi e rrim, ajo edhe sot nuk është duke po t'i qka në traf. Ajo ka orë dhe pushtet... Edhe sot ka orë në atë kurth vetë. Po, ka orë në pushtet, duke thonë se këta peshesin Kosovën, këta me dialog, jo asociacioni, këta të kujtojt. Edhe sot mënohet, sot pishohë do aksione bajate, po shkojnë po i rëzojnë do bungalova me mënu, me përpjekje, me kriju tema, qysh po luftojna me Serbi. Parula kryesore që i ka pruve vendosën në pushtet dhe konë kundër Zajednicës. Apo? Kundër Zajednicës, pro lidhur me qëtë dialogun. Kundër ati aksionit, sot pa të një reagim ambasada britanike, dha ju kanë prish shtëpiat pa vendim gjykatës. Pra që, po duke që pak një interesim për me kryu atë aksion, që me thonë një prish që të baraka, për diqka, mbronë të thotë se si në fakt ku të nisin qëto aksionet veri, përgatiti për zjedhje. Për zjedhje, po po. Edhe aqë suksesme ka qenë vetëvendosja në kapitalizimin e këtoj, sa që ka rritë edhe kundërshtarë të saj, faktikisht me i detyru me mbrojt qëndrimin e saj. Si rezultat, na jemi bloku. Asociacioni komunave të Kosovës sot është bo një farë mekanizmi që ka marrë peng Kosovët. Peng është edhe diplomacia, edhe zhvillimi ndërkombëtar, edhe zhvillimi brendshëm, është peng i kësaj pune. Si të qenim në gojën, dikun në forumet ndërkombëtare, në mekanizmat ndërkombëtare, në takimet bilaterale, veç një senja përmendin Kosovës. Asociacionin, kur gjë tjetër. Kështu që ti mo nuk merresh seriozisht kur kërkon antarësim në mekanizmat ndërkombëtar,